kohë më herët, gratë nuk kanë punu jashtë shtëpisë. Shumë mirë tha Ganja, burrat janë kujdesur për financat e shtëpisë. Tani më gratë e kanë lehtësuar shumë që të barë burrave duke i ndihmu me sjellë të ardhmën në familje. Një për grup po shumë e vështirë që kjo. Jo sikur psikoterapiste a ka ardhur në burr tradicional të jo në herë me tregu që të ngjarje. Se na kot flasim pa dëgju një burr që flet. Kështu që atë kisha dashur me dëgju përmes jush një mendim një burrit tradicional, çu është që gjendje. Se është punë shumë e lodhshme për një nanë, për një gru. Sinqerisht na kemi një telashe me vetveten që nuk kanë kohëm shumë. Edhe nuk dina me thoj jo se friksohem që po dalim të këqia para burrave, ose të dobta para shoqënisë, ose të dobta para familjes, edhe veç dina me thoj po, mundem në rregull, e bëj, do të më mësu me thonë edhe jo. Të thoj gjithmonë po, e bëj, e kemi stër ngarku breveten. Fëmijët sot në shkollë i ki shumë më të ngarku në mënyrë akademike se sa fëmijët që kanë qenë dikur. Kjo kërkon përkushtim prej nanës shumë më shumë. Puna sot kërkon përpjekje shumë më të madhe prej nanës, ajo ka më dhënë energji që aty. Punë në shtëpi sot shtëpia tonë janë shumë më të rregulluar se sa vite më herët. Kretë këtu kërkojnë energjie, monde, lodhje, apo mendoni që jena aty i shkatrum këtu gra prej kësaj lodhje. Edhe kjo gru ka me dështu dikon, ja ka me dështu si bashkëshorte, jo si nanë, jo si edukatore, jo si në punë çka do që punon. Kështu që kisha dashur me një mendim, ju si psikoterapiste a keni pas ndaj burr tradicional që e menon pak edhe qit pjesë.